Po, ndoshta numri më i madh është... Ishtë ta blejnë jakën e 500 eurove. Po. Ndoshta numri më i madh është i femra, pra që i japin më shumë rëndësi. Po kush paragjykohet më shumë për shembull tek ne? Mendoj që meshkujt kur ti sheh me një firma ato paragjykohen, kur veshen nguqë ose diçka, mendoj që paragjykohen më shumë. Pa, mendoni që i kemi bu me të vërtet bajat këtë firmën Gucci, Po, e përmena kështu se... Po, e kemi bë bajat sepse... Apo kupton, është bu bajat sepse po dije që është falso, që nuk është original. Edhe normalisht na si shqiptar diqysh se prire me gjithmonë me shku ka turma, apo kupton, ka këto... Nëse bod, ka qenë Palm Angel, që ka qenë aja majica që është bu... Shumë virale, po që e ka vesh çdo kush. Nuk ka pas djallë që nuk e ka pas veshën. Aja e ka emrin ashtu, po nuk është firmato. Po tashti... Edhe tek ne ekziston një industri e veshjes që nuk kontrollohet. Për shembull, në shtetet të ndryshme të botës, ka shteti pra i kontrollon, pra nuk guxon ti ta kopjosh një firmë të caktuar, ose ta shtetesh pastaj. Aplikacione të cilën ti mundesh me blej gjana çfarë do lloje, të dorës së dytë apo të re, të përdorur shumë, të përdorur varet se çka jeti e interesuar. Ekziston domethënë e drejta e blerësit edhe e shitësit. Domethënë nuk kalon e gjithë, nëse veç ke blej diçka, nuk kalon krejt pagesat e personi pa e dërgu domethënë në post. Atëherë kur dërgohet në post kalon domethënë krejt pagesa. Edhe kjo bën shumë atë besueshme dhe më atë lehtë për njerëzit, domethënë edhe për personin që e shet është mirë, edhe për ty që e blen është krejt okej, të dy palët janë të kënaqshme, unë mendoj. Pa mendoni që këto veshjet second hand janë shumë kualitet? Apo jo?